Ne sot e gjithë ditën kemi një numër të konsiderueshëm institucionesh të cilat janë qeramarrës në godina dhe hapësira private. Kemi filluar një proces që do të na çojë drejt zgjidhjes përfundimtare të kësaj problematike hap pas hapi me korporatën shqiptare të investimeve. Është pa diskutim financimi më i madh që mund të jetë bërë ndonjëherë për infrastrukturën administrative në Republikën e Shqipërisë. Por besojmë shumë që është i duhuri. Dhe sot janë krijuar mundësitë dhe janë, sipas këndvështrimit tim, përmbushur edhe një sër arsyesh për ta bërë këtë. Sepse jemi në një proces kur pas një reforme shumë rrënjësore në drejtësi, duhet vazhdojmë secili dhe secila palë të bëjnë detyrat e veta. Dhe në ndërkohë që detyrat tuaja i dini dhe i bëni ju, detyra jonë është që të vazhdojmë të mbështesim sistemin dhe të vazhdojmë të bëjmë gjithçka që sistemi të funksionojë me kushtet dhe me standardet më të larta. Gjë që nuk mund ta themi sot, po të kemi parasysh se në çfarë kushtesh punojnë gjykatësit, në çfarë kushtesh punojnë prokurorët, në çfarë lloj zgëqjes edhe kthinash zhvillohen proceset, edhe se sa mbrapa është sistemi dhe në aspektin e teknologjisë. Dhe do doja të thoya diçka këtu, sepse besoj që është shumë e rëndësishme të kuptohet si duhet. Po nuk u kuptohet si duhet, nuk ka për të pasur asnjë progres të qëndrueshëm në vënien në dispozicion të sistemit të teknologjisë, siç ne kemi bërë për sa i përket funksionimit të pushtetit gjyqësor dhe po vazhdojmë të pushtetit ekzekutiv dhe po vazhdojmë të bëjmë. Kemi pasur një vonesë katastrofike me menaxhimin e çështjeve gjyqësore, sepse nuk merreshim dot vesh se si duhet bërë qasja ndaj sistemit. Nuk mundet dot që në emër të pavarësisë së sistemit drejtësisë të ndërtohet një sistem teknologjik i pavarur tërësisht. Sepse nuk flet dot me sistemet e tjera dhe gjitha ato të dhëna që i duhen pastaj sistemit për t'i procesuar nuk i proceson dot. Duket qesharake, është qesharake, por për këtë konflikt konceptual humbëm vite të tëra dhe u dogjën fonde të tëra, sepse nuk arrinim dot të merreshim vesh në këtë pikë. Për ne kjo është një përpjekje që nuk ndalet dhe nuk kthehet mbrapa pavarësisht surprizave që ju na bëni her pas here, por që janë pjesë e jetës dhe janë pjesë edhe e proceseve tuaja të brendshme, janë pjesë edhe e rritjes së një sistemi të ri që kërkon kohën e vet për t'u kolauduar. Edhe për ta mbyllur, ky është rasti ideal që të gjithë ne së bashku, duke qenë se edhe ju jeni përfshirë tani, të shkojmë në paraburgim për shpërdorim detyra. Lufta kundër pandëshkueshmërisë, trajtimi financiar i magjistratëve apo progresi domethënës i një segmenti të drejtësisë nuk duhet të shërbejnë si justifikim apo si perde për të fshehur cedimet në pjesën tjetër të një sistemi të tërë, kur qytetarët presin deri në 7 apo më shumë vite për një vendim, kur apelimi shndrohet në një hing me zvarritje pambarime dhe stoku i çështjeve të pagjykuara ka përcen 150.000, kur vakancat në sistem janë të pranishme nga prokuroritë dhe gjykatat e rrethit deri në gjykatën kushtetuese, 10 vite nga miratimi i reformës dhe paraburgimi përdoret si zgjidhje e zakonshme dhe jo si masë e jashtëzakonshme, duke u shndruar në një plagë sociale dhe përqendrim shqetësues i Konventës Evropiane të Drejtat e Njerëzit, atëherë problemi nuk është perceptim, është realitet. Sot shqiptarët nuk kërkojnë nga drejtësia gjëra të jashtëzakonshme, kërkojnë atë që është normale në çdo demokraci europiane, të trajtohen me dinjitet, të dëgjohen pa paragjykim dhe të mos presin pafund për një vendim që prek jetën apo pronën e tyre. Sot ne kemi nevojë për një drejtësi më humane,
që kupton pasojat reale që kanë proceset gjyqësore mbi njerëzit dhe familjet e tyre. Një drejtësi më të shpejtë, ku vonesat mos barazohet me mohim të së drejtës, dhe një drejtësi që funksionon me standarde demokratike, transparencë dhe panshmëri.